28 vendet më të bukura të Shqipërisë. A jeni gati të nisni një udhëtim përmes tokës magjepsëse të Shqipërisë? Është një vend ku historia dhe natyra ndërthure në mënyrat më mahnitse. Imagjinoni të freskoheni në ujërat e kristalta të syrit të kaltër, të mbeteni pa frym nga peizazhe dramatike të kanjonit të Osumit, ose të humbisni në rrugët plot gjallëri të Tiranës. Bashkohuni me ne ndërsa eksplorojmë vendet më të bukura të Shqipërisë, secili më magjepsës se tjetri. Le ta nisim këtë aventurë të paharrueshme. Parku Kombëtar i Thethit. Parku Kombëtar i Thethit është ndalesa jone e parë dhe jo pa arsye. I vendosur në Alpet shqiptare, ky park është një perlë e fshehur që ndërtur trashëgiminë kulturore me bukurinë mahnitse natyrore. Rezervati prej 263 km2 përfshin lugina të gjelbra, male të larta dhe lumenj me ujëra të kristalt. Ajo që e dallon Thethin janë ujvarat e tij, kaskada të bukura që derdhen nga shkëmbinj në pellgje të qeta. Ndër to është ujvara e Grunasit, e cila bie rreth 30 metra në një pellg të pastër të rrethuar nga gjelbërimi. Në park ndodhet gjithashtu një kishe vogël katolike, e cila i shton Thethit hijeshinë e tij të përjetshme. Është një ndërtesë e thjeshtë prej guri, që ka qëndruar në heshtje ndër vite. Aty mund të uleni dhe të mendoni me qetësi mes historisë. Vende si Parku Kombëtar i Thethit janë gjeti të rralla, të qeta dhe të bukura. Cilën prej këtyre perlave të fshehura do të vizitoni të parën? E radhës në listën tonë është lugina e Valbonës, një destinacion i veçantë, i vendosur në Alpet shqiptare që ofron përvojën e një jete. Ky park kombëtar përfshin burime akullnajore, pyjet të dendura dhe pamje mahnitse. Është vendi i përsosur për ecje përgjatë shtegut, of the Balkans, ose në përshtigjet malore të Valbonës, ku qetësia takohet me bukurinë. Bujtinat tradicionale të Valbonës së bashku me mikpritjen e ngrohtë ju japin një përvojë autentike shqiptare, që vështirë se mund të gjendet diku tjetër. Imagjinoni të zgjoheni çdo mëngjes me tingullin e lumit të shpejtë dhe të kthjellët të Valbonës që rrjedh pranë dhomës suaj. Çdo moment i kaluar në Valbon duket magjik, qoftë duke lundruar me kajak në liçenin e Komanit, qoftë duke zbuluar ujvara dhe kanjone të fshehura. Syri i kaltër në jug të Shqipërisë është destinacioni ynë i radhës, një burim natyror mahnitës që tërheq turistët me ngjyrat e tij të ndritshme dhe të pazakonta. Ky burim karstik ndodhet pranë fshatit Muzin dhe është burimi i lumit Bistric. Uji është aq i kthjellët dhe blu, sa duket sikur vjen nga një botë tjetër, me ngjyra që variojnë nga bruzja deri tek nuancat e thella të safirit. Zhytësit kanë arritur në thellësi të mëdha, por fundi i sakt ende nuk është përcaktuar, duke ruajtur misterin që e rrethon. I mbuluar nga pyjet të dendura të gjelbra dhe i rrethuar nga një natyrë paqësore, Syri i Kaltër është vendi ideal për qëndrime të qeta. Imagjinoni të qëndroni mbi platformën e mbrojtimit dhe të shikoni në thellësitë e tij, sikur po shihni nga dritarja një ndërtese të lartë, duke u përpjekur të dalloni një botë tjetër përtej. A do doni të dinit se çfarë sekretesh fshihen në këtë vend të jashtëzakonshëm? Një nga udhëtimet më mahnitse me makinë në Evropë, qafa e Llogoras është një kalim i bukur malor në Shqipëri. Kjo rrugë me kthesa përmes maleve akrokerauane arrin një lartësi mbreslënse, prej rreth 1043 metrash dhe ofron pamje mahnitse mbi detin jon dhe rivjerën shqiptare. Rruga është e dashur nga eksploruesit dhe adhuruesit e natyrës për shkak të kthesave të forta dhe peizazheve të jashtëzakonshme. Gjatë ngjitjes, do të kaloni përmes parkut kombëtar të Llogoras, ku shqiponjat mund të shihen duke fluturuar mbi pyjet me pisha, së bashku me kafshë të tjera. Ka pak vende më të mira për fluturime me paraglide ose për fotografi, sesa kjo pikë panoramike, e cila ofron pamje të pakrahasueshme, sapo arrini në maj. A ju ka ndodhur ndonjëherë të udhëtoni në një rrugë kaq të lartë sa të duket sikur mund të preket qielli? Liçeni i Komanit ndodhet thellë në zemër të Shqipërisë. Ky vend do t'ju lërë pa frym si asnjë tjetër. Është një rezervuar artificial, i krijuar nga diga e Komanit mbi Lumindrin, i rrethuar nga male të larta, të mbuluara me gjelbrim.
Udhëtimi me tragjet përmes këtij liçeni konsiderohet një nga udhëtimet më të bukura me varg në botë, ndërsa lundron pranë shkëmbinjve të thepisur, përmes ujrave të kristalta dhe përgjatë fshatrave piktoresk. Duke qenë një portë hyrëse drejt Alpeve shqiptare, ai ishte një piknisje e njohur për aventura ecje drejt Balbonës ose Thethit. Shijoni qetësinë e tij duke lundruar me kajak ose thjesht duke ecur përreth dhe duke shijuar paqen dhe bukurinë. Cilëndo mënyrë që të zgjidhni, liçeni Komanit garanton kujtime që zgjasin përgjithmonë. A keni imagjinuar ndonjëherë të niseni në një udhëtim ku në çdo kthes shfaqet një pamje e re mahnitse? Parku kombëtar i Butrintit është i radhës në listën tonë. Ai ndodhet në bregdetin jugor të Shqipërisë, shumë pranë kufirit me Greqinë. Është një sit i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ku historia e lashtë ndërthuret me peizazhe të mrekullueshme natyrore. Parku strehon rënoja të ruajtura mirë nga periudhat greke, romake, bizantine dhe veneciane. Ecni përmes teatrit të lashtë, admironi mozaikët e ndërlikuar ose ngjituni në kullën veneciane për të parë panoramën mbi ligatinat që rrethojnë kanalin e Vivarit. Një perlë tjetër e fshehur është Kalaja Lipashës, e cila zakonisht arrihet me varg pasi rrethohet nga uji. E ndërtuar në fillim të shekullit të 19, ajo ofron një vështrim unik mbi historinë e periudhës osmane. Pyjet e gjelbra, të ndërthurura me botën e pasur të shpendëve, krijojnë një ekosistem të larmishëm, duke e bërë Butrintin edhe më tërheqës për adhuruesit e natyrës. Qoftë nëse jeni të magjepsur nga historitë që çdo gur rrëfen për qytetërime të ndryshme, qoftë nëse dëshironi vetëm të bëni një shëtitje të qetë përgjatë shtigjeve të mbuluara nga hija e pemëve, Butrinti është një vend që duhet vizituar. A ka ndonjë vend tjetër ku çdo gur rrëfen historinë e qytetërimeve të lashta? Kanioni Osumit, i njohur gjithashtu si Grand Kanioni i Shqipërisë, ndodhet pranë Çorovodës, në qarkun e Beratit, dhe është një kryevepër e natyrës. Kjo gryk, e cila shtrihet për rreth 26 kilometra dhe është formuar nga lumi i Osum, ofron shkëmbinj mbreslënës, ujvara dhe ujëra të thellë blu. Në pranverë mund të udhëtoni me bark ose të bëni rafting për gjatë pjesëve të kanionit, ndërsa gjatë verës mund të bëni ecje panoramike dhe të notoni në pishinat e tij natyrore. Gjatë gjithë vitit, ky ekosistem është i veçantë, sepse mbështet një bimësi të pasur, përfshirë shkure mesdhetare dhe lloje të tjera bimësh, të cilat krijojnë habitate për specie të ndryshme shtazore. Katedralja dhe Porta e Djallit janë ndër formacionet shkëmbore që lidhen me legjenda të shumta lokale. A keni lundruar ndonjëherë me varg përmes një gryke lumi? Kepi Rodonit është një nga kepet më të mëdha dhe më të bukur të Shqipërisë, me pamje mahnitse mbi detin Adriatik dhe një histori interesante. Aty ndodhen mbetjet e kalasë të Rodonit e ndërtuar në shekullin e 15 dhe e lidhur me heroin kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, si dhe kisha e Shën Antonit, ku natyra dhe qytetërimi bashkëjetojnë në paqe. Plazhet e pastër dhe ujërat e kthjellët krijojnë kushte të përkryera si për relaksim, ashtu dhe për eksplorim. Duke ecur përgjatë bregdetit të tij të thyer, ose duke pushuar në rrezet e diellit në brigjet me rër, kupton sa shumë bukuri pret të zbulohet në këtë perlë të fshehur të quajtur Kepi Rodonit. Ha pra, a keni qenë ndonjëherë në një vend që ndërthuri historinë me natyrën në mënyrë kaq të përsosur? Ishujt e Ksamilit ndodhen përballë bregdetit të Ksamilit pranë Sarandës, në jug të Shqipërisë, përgjatë një vije bregdetare nga më të bukurat të Europës. Këta ishuj janë thesare të vegjël të rivjerës shqiptare. Janë 4 ishuj të vegjël, të rrethuar nga ujërat të kristalta në ngjyrë bruzi dhe brigje të bukura, ideale për notë, zhytje, me mask dhe eksplorim. Klima e butë dhe atmosfera paqësore e krijuar nga bimësia mesdhetare që mbulon ishujt i largon vizitorët nga zhurma dhe ngarkesa e përditshme. Ata mund të arrijen me varg, kajak dhe nga disa pika edhe duke notuar. Edhe zhytësit kanë shumë për të shijuar për shkak të jetës detare që gjendet në ujërat përreth. Qoftë nëse vendosni të merrni rrezë në plazh,
qoftë nëse eksploroni botën nënojore, rreth ishujve të Ksamilit, kujtimet e krijuara gjatë këtij udhëtimi do të zgjasin përgjithmonë. Ishulli i Zvërnecit dhe Laguna e Nartës. Ishulli i vogël i Zvërnecit ndodhet në lagunën e qetë të Nartës, pranë Vlorës, dhe është i mbuluar me pemë të larta. Ai lidhet me tokën përmes një ure të gjatë prej druri. Ky vend është shtëpia e manastirit të Zvërnecit, i njohur dhe si manastiri i Shën Maris, me origjinë nga periudha mesjetare bizantine, duke e bërë ishullin një vend të qetë pushimi dhe një zonë me trashëgimi historike. Qetësia dhe natyra e paprekur e ishullit e bëjnë atë një streh ideale për ata që e duan natyrën, ose kërkojnë të largohen nga vendet e mbushura me turistë. Laguna e Nartës është një parajs për vëzhguesit e shpendëve dhe fotografët e natyrës për shkak të larmisë së specieve që jetojnë dhe ndalojnë aty. Flamingot janë ndër vizitorët më mbreslënës të lagunës, së bashku me shumë shpendë të tjerë shtektar dhe vendas. Bimësia dhe fauna janë shumë të pasura, fal ekosistemit të veçantë të lagunës, ku lloje të ndryshme bimësh dhe kafshësh bashkëtojnë në harmoni, duke krijuar një zonë të rëndësishme biodiversiteti. Ja pra, thoni, a keni vizituar ndonjëherë një vend që ndërturi historinë dhe natyrën kaq bukur? Atëherë 10 të parat. Lumi Vjosa. Vjosa e përshkruar shpesh si një nga lumenjtë e fundit të egër të Evropës, buron në malet e Pindit në Greqi dhe e përshkon Shqipërinë përpara se të derdhet në detin Adriatik. Ujërat e saj të paprekura rrjedhin përmes peizazheve mahnitse, duke mbështetur ekosisteme të larmishme dhe komunitete lokale. Vjosa është e parkut kombëtar të lumit e egër Vjosa, i konsideruar parku i parë kombëtar në Evropë, kushtuar një sistemi të egër lumor. Statusi i mbrojtur synon të ruajë rrjedhën e lirë të lumit dhe të shmang zhvillimet që mund të dëmtojnë bukurinë dhe vlerën e tij ekologjike. Lumi është i përkryer për adhuruesit e aventurës, duke ofruar mundësi për rafting, kajak, ecje dhe vëzhgim të natyrës në vende shumë të rejse. Për shkak se mbetet i paprekur dhe mbartë dhe vlera historike dhe kulturore, ai tërheq gjithnjë më shumë turistë të natyrës. Ja pra, a keni udhëtuar ndonjëherë përgjatë rrjedhës së një lumi kaq të paprekur? Kalaja e Krujës. Në qytetin e Krujës ndodhet një fortesë madhështore e njohur si Kalaja e Krujës. Ajo qëndron mbi një kodër shkëmbore dhe simbolizon atë dashurinë, qëndresën dhe vetmbrojtjen. Kalaja ka origjinë të hershme mesjetare dhe u bë veçanërisht e njohur në shekullin e 15, kur Gjergj Kastriot Skënderbeu e përdori si qendër të rezistencës kundër perandorisë osmane. Gjatë viteve të luftës, Kalaja përballoi disa rrethime të mëdha dhe u kthye në simbol të guximit dhe të qëndresës shqiptare. Sot brenda saj ndodhet Muzeu Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, i cili kushtohet jetës dhe luftrave të herojit kombëtar shqiptar. Muzeu etnografik ofron gjithashtu një vështrim mbi kulturën dhe jetën tradicionale përmes stendeve, veshjeve, mjeteve dhe objekteve të ekspozuara. Ndërsa esni nëpër zonën e Kalas, do të shijoni pamje panoramike të mrekullueshme, veçanërisht gjatë perëndimit të diellit. A keni ecur ndonjëherë në një vend ku çdo gur i vogël rrëfen një histori guximi dhe qëndrese? Gjirokastra. E parë nga lart Gjirokastra, qyteti gurtë, është Mahnitse. Shtëpitë me arkitekturë osmane ndërturen me gjelbërimin e luginës së Drinos. Rrugët e shtruara me gur kryqizohen dhe përshkojnë qytetin, duke krijuar një mozaik të veçantë urban. Në qendër dhe mbi horizont ngrihet Kalaja e Gjirokastrës, një fortesë me origjinë mesjetare, që ofron pamje mahnitse. Kjo kala ka mure të fortë dhe duket sikur qëndron pezull mbi qytetin dhe luginën, ndërsa ruan brenda saj shekuj historie. Qendra historike e Gjirokastrës është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe njihet për banesat e saj karakteristike osmane. Më thoni, keni vizituar ndonjëherë një vend ku çdo hap duket sikur ju çon më thellë në histori? Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë dhe njëkohësisht qyteti më i gjallë, më dinamik dhe më shumë ngjyrësh i vendit. Me një hap mes ndërtesave shumë ngjyrëshe, gjurmëve të arkitekturës osmane dhe kullave moderne,
vizitori zhytet në historinë e një vendi që po transformohet vazhdimisht. Në sheshin Skënderbej, sheshin kryesor të qytetit, ndodhen xhamia e Tembeut, kulla e Sahatit, Pallati i Kulturës dhe institucione të tjera të rëndësishme. Pazari i ri, muzet dhe hapësirat e tjera kulturore tregojnë historinë e popullit shqiptar nga kohët e lashta deri në ditët e sotme. Por Tirana është gjithashtu qendra e artit, muzikës dhe argëtimit dhe mund të konkurojë me qytete të njohura europiane për jetën e saj të natës. Edhe pse është një qytet i pasur me histori, nuk mund të mos habitesh nga mënyra se si është zhvilluar dhe është kthyer në një nga kryeqytetet që ndryshojnë më shpejt në Ballkan. Mali Dajtit. Mali Dajtit, i njohur gjithashtu si Ballkoni i Tiranës, u ofron vizitorëve një pamje të veçantë të qytetit dhe terrenit të pasur malor që shtrihet në lindje të tij. Është një vend ku mund të largoheni vërtet nga zhurma e qytetit dhe të rilidheni me natyrën. Teleferiku Dajti Express ofron një udhëtim të qetë drejt malit me pamje mahnitse gjatë rrugës. Në zonën e Dajtit mund të shijoni restorante, shtigje, ecjeje, pika panoramike dhe aktivitete të ndryshme. Liçeni i Bovillës ndodhet në rajonin verilindor të Tiranës dhe është i njohur për ujërat e tij në ngjyrë bruzi dhe shkëmbinjtë e pisur që e rrethojnë. Pamja është thjesht mahnitse dhe të lë pa frym, ndërsa përpiqesh ta përthithësh të gjithë panoramën. Nga pikat e larta të Dajtit mund të shihni qytetin edhe gjatë natës, të shijoni qiellin dhe dritat e Tiranës nga një tjetër këndvështrim. Berati. Berati ndodhet në pjesën qendrore të Shqipërisë dhe është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ai njihet gjithashtu si qyteti i 1000 dritareve. Duhet patjetër ta vizitoni për arkitekturën e bukur të periudhës osmane, rrugët me kthesa dhe jetën e pasur kulturore. Lumi Osum kalon përmes qytetit dhe krijon një pamje të bukur. Berati është një qytet mikpritës me histori të pasur që ofron një vështrim unik mbi të kaluarën dhe të tashmen e Shqipërisë. Kalaja e Beratit, e vendosur lart mbi qytet, ofron pamje të mrekullueshme. Brenda saj ndodhen shtëpi, kisha, rënoja, rrugica dhe monumente të tjera, ndërsa muret e vjetër rrëfejnë histori nga shumë vite më parë. Lagjet Mangalem dhe Goric njihen për shtëpitë e bardha, dritaret e mëdha dhe rrugët e shtruara me kaldrëm. A keni qenë ndonjëherë në një vend ku çdo dritare duket sikur rrëfen një histori? Fshati Lin. Fshati Lin ndodhet në një gadishull të bukur në brigjet e liçenit të Ohrit. Nga lart mund të shihni pamje të mrekullueshme të shtëpive me çati të kuqe, të fshehura mes gjelbërimit. Njerëzit e duan këtë fshat të vogël peshkatarësh për qetësinë e tij dhe për mozaikët e hershëm të Krishterë që ndodhen mbi kodrën pranë fshatit. Dashamirësit e natyrës dhe artistët do ta pëlqejnë këtë vend. Dielli dhe hëna që pasqyrohen mbi liçen e bëjnë atë të duket magjik. Bukuria natyrore dhe historia e pasur e fshatit e bëjnë atë një vend të veçantë për të vizituar. A keni qenë ndonjëherë në një vend ku uji duket sikur rrëfen histori nga e kaluara? Kalaja e Porto Palermos. E ngritur mbi një gadishull shkëmbor në Rivierën Shqiptare, Kalaja e Porto Palermos ofron pamje mahnitse mbi detin Jon dhe zonën përreth. E lidhur me Alipashte Pelenën dhe ndërtuar në fillim të shekullit të 19. Kjo fortesë ndërthur element të arkitekturës osmane dhe të traditave të fortifikimit mesdhetar. Pozicioni i saj strategjik në gjirin e Porto Palermos e bëri atë një pikë të rëndësishme mbrojtëse. Sot vizitorët mund të eksplorojnë muret dhe dhomat e ruajtura mirë dhe të shijojnë pamje të gjera nga bedenat e vjetra. Rëndësia historike e Kalas dhe mjedisi i saj i qetë e bëjnë atë një vend që duhet vizituar. A keni qenë ndonjëherë në një vend ku historia dhe bukuria natyrore të bashkëjetojnë kaq paqësisht? Ujvara e Sotirës është një perlë e fshehur e Shqipërisë. Ajo ndodhet pranë fshatit Sotir, poshtë shpateve të malit të Tomorit. Uji del nga shkëmbinjt gëlqeror dhe bie përmes disa kaskadave me lartësi të ndryshme, duke krijuar një pamje të bukur.
Për të arritur te ujvara, duhet të kaloni përmes natyrës së paprekur, gjelbërimit, pyjeve dhe terrenit malor. Vetë udhëtimi është një aventurë. Një livat pranë saj është vendi i përsosur për të bërë piknik dhe për të shijuar pamjet e bukura. Prurjet janë zakonisht më të mëdha gjatë pranverës dhe pasëreshjeve, ndërsa gjatë verës mund të zvoglohen. A keni ndirë ndonjëherë emocionin e zbulimit të një mrekullie natyrore që duket si një parajs e fshehtë? Apolonia. Apolonia është një qytet i lashtë pranë Fierit në Shqipëri. Ajo themelua nga kolon grek nga Korinti dhe Korkyra në gjysmën e parë të shekullit të 6 para erës sonë. Rënojat e ruajtura të ndërtesave publike, tempujve, teatrit dhe monumenteve u japin vizitorëve një vështrim mbi të kaluarën. Dikur ishte një qendër e rëndësishme e tregtisë, kulturës dhe dijes. Parku arkeologjik dëshmon rëndësinë që Apolonia ka pasur në histori dhe kulturë. Brenda zonës ndodhet dhe manastiri i Shën Maris, ku është vendosur muzeu arkeologjik. Perandori i arfshëm romak, Augusti, studioi në Apoloni përpara se të mësonte për vrasjen e Jul Cezarit. A keni ecur ndonjëherë mes rënojave të lashta që ju tregojnë histori nga një kohë tjetër? Kalaja e Lezhës. Nga Kalaja e Lezhës, e cila qëndron lart mbi qytetin e Lezhës në veri të Shqipërisë, mund të shihen pamje të bukura të zonës përreth. Kodrina e fortifikuar ka një histori që nis nga vendbanimi i lashtë i lirë i Lisit dhe vazhdon përmes periudhave romake, bizantine, veneciane dhe osmane. Fortifikimi u rindërtua dhe u ndryshua nga sundues të ndryshëm ndër shekuj. Për shkak të historisë së gjatë dhe pozicionit strategjik, Kalaja është një vend i shkëlqyer si për adhuruesit e historisë, ashtu dhe për aventurierët. Vizitorët mund të eksplorojnë portat, muret, kullat dhe mbetjet arkeologjike, ndërsa shijojnë pamje jashtëzakonisht panoramike. Ujvara e Peshturës. Kjo ujvar është një perlë e fshehur në rajonin e Kurbeleshit në jug të Shqipërisë. Ajo njihet gjithashtu si ujvara e Peshturës. Kjo ujvar e bukur bie 40 metra në një pellg me ngjyrë bruzi dhe më pas bie edhe 40 metra përmes një harku prej guri në një pellg të dytë. Uji ftohtë dhe i pastër është shumë e mirë për një notë freskues. Me gjelbërimin e dendur dhe shkëmbin të ashpër, ky vend është një ëndër për dashamirësit e natyrës dhe të aventurës. Me siguri, nuk keni gjetur ndonjëherë një oazë të fshehtë që ju ka bërë të ndiheni sikur ndodheshit në një parajs sekrete. Kalaja e Petrelës. Kalaja e Petrelës ndodhet 329 metra mbi nivelin e detit dhe ofron një pamje të mrekullueshme mbi luginën e Erzenit dhe malet përreth. Në shekullin e 6, ajo ndërtua nga perandori bizantin Justinian dhe ishte një pjesë kyçe e rrjetit mbrojtës të Shqipërisë. Motra e Skënderbeut, Mamica Kastrioti, e drejtoi Kalan ndërsa ai luftonte kundër osmanëve. Muret e saj të vjetër janë sot të hapur për publikun dhe brenda saj ndodhet dhe një restorant. Duhet ta vizitoni, sepse ka njëkohësisht histori interesante dhe peizazhe të bukura. Nuk besoj se keni ngrënë ndonjëherë në një kala që ka qenë një pikë kyçe në një betejë. Ura e Kadiut është një urë e bukur e periudhës osmane. Ura e Kadiut ndodhet pranë fshatit Bënj në jug të Shqipërisë. E njohur gjithashtu si ura e Gjukatësit, ajo kalon mbi ujërat me ngjyrë bruzi të lumit Langaric dhe daton që nga mesjeta. Vizitorët tërhiqen nga ura për harqet e saj elegante, por dhe peizazhin mahnitës përreth. Pranë saj, banjat termale të Bënjës ofrojnë një vend të përkryer për të shlodhur. Ecja mbi këtë urë të lashtë të jep ndjesinë sikur po kthehesh pas në kohë. Kanioni i Gjipes. Kanioni i Gjipes në Shqipëri është një mrekulli natyrore mahnitëse, gdhendur nga deti Jon dhe vendosur mes Dhërmiut dhe Vunojit. Ky kanion
800 metra i gjatë, me shkëmbinjtë e tij të thepisur dhe kalimet e ngushta, ofron një ndërthurje mes emocionit dhe qetësisë. Mund të ecni përmes terrenit të ashpër, të eksploroni shpella të fshehura dhe të mahniteni nga formacionet e bukura shkëmbore. Zona përreth kanionit është e mbushur me një larmi të madhe bimësh dhe kafshësh. Nuk besoj se keni ndjerë ndonjëherë emocionin e eksplorimit të një kanioni ku çdo kthes zbulon një mrekulli të re natyrore. Kalaja e Rozafës. Pamje të bukura të lumenjve buna dhe drin mund të shihen nga Kalaja e Rozafës, e cila ndodhet mbi një kodër shkëmbore pranë Shkodrës në Shqipëri. Legjenda thot se muret e Kalas u vulosën me sakrificën e një gruaje të re të quajtur Rozafa. Thuhet se shpirti i saj vazhdon të ruaj fortesën dhe ta mbajë atë të sigurt. Rënojat e saj janë ruajtur mirë dhe sot njerëzit mund t'i vizitojnë dhe të shijojnë pamje të gjera të zonës. Patjetër. Nuk keni qenë ndonjëherë në një vend ku legjendat dhe faktet ndërthuren kaq mirë. Syri i ciklopit. Syri i ciklopit është një perle fshehur pranë Krabës në Shqipëri. Ky pellk mahnitës me ngjyrë të gjelbër smeraldi ndodhet mes shkëmbinjve të lartë. Legjenda thot se një ciklop gjigant dikur endej në këto toka dhe la pas këtë shenjë misterioze. Dashamirësit e natyrës dhe kërkuesit e aventurës do ta gjejnë këtë vend magjepsës. Ndoshta ju nuk keni vizituar ndonjëherë një vend ku historitë dhe bukuria natyrore bashkohen në mënyrë kaq të përsosur. Himara. Himara është një qytet magjepsës në Rivierën Shqiptare, i njohur për plazhet e bukura, ujërat e kthjellta dhe historinë e pasur. E vendosur mes maleve Akro Keraune dhe detit Jon, Himara ofron një ndërthurje të përkryer të bukurisë natyrore dhe trashëgimisë kulturore. Qyteti duhet vizituar për atmosferën e tij të gjallë, vendet historike si Kalaja e Himarës dhe tavernat tradicionale. A keni qenë ndonjëherë në një vend ku malet takojnë detin dhe peisazhi të lë pa frym? Faleminderit që na u bashkuat në këtë udhëtim përmes vendeve më të mrekullueshme të Shqipërisë. Shpresojmë ta keni shijuar eksplorimin e peizazheve të saj mahnitse dhe historisë së pasur.